Tema e 75, përgjigja që jep agjeruesi kur dikush e fyen. Këtu tash ka hitë tema ai hadithi gjatë që është tregon për vlerën e agjerimit, për personin i cili agjeron, dhe pastaj është kjo pjesa e fundit thotë nëse dikush prej juve është duke agjeruar dhe e fyen dikush, le të thotë un jam agjerueshëm, un jam agjerueshëm. Ky hadith ka mundësi na çet pak pe temës, por na nuk do të dalim shumë inshallah pe temës, po ky hadith e tregon një aspekt interesant të agjerimit. Na njerëzit edhe mediat, edhe njerëzit përgjithësi, sidomos ata që nuk e praktikojnë agjerimin, menojnë që krejt agjerimi është me abstenu prej ushqimit edhe prej pijës. Që aty është krejt agjerimi, mos me hungër dhe mos me pi. Kurse kjo është vetëm çelësi i agjerimit. Vetëm për me tregu që jeto agjeru, është mos me hungër, mos me pi. Kurse për mi adhon kuptimin e agjerimit, kjo është asgjë. Për mi adhon kuptimin e agjerimit, kjo nuk ka konin fat efekti, se mund njeri mos me hungër, mos me pi, veç për qef. Është që e di që është mirë, e di që është e shnetshme për trupin edhe mund diet, as nuk han, as nuk pen. Po është agjerueshëm ai? Ja. Ai nuk është agjerueshëm. Që ky hadith na kallzon çfarë kuptimi ka agjerimi, edhe pse ka edhe hadithe tjera, po njëri prej tyre është që ky. Nëse dikush të fyn, thoj un jam agjerueshëm, un jam agjerueshëm. E çka ka të bëj kjo? Çka po ndërlidhet kjo me këtë temë? Po ndërlidhet se pjesa e agjerimit ose agjerimi nëse nuk ndikon në edukatën tënde, ai agjerim është pikpyetje. Nëse nuk ta drejton edukatën, ai agjerim është pikpyetje. Agjerimi shumë dimensional është. Ka ndikim shumë dimensional, shumë të madh. Në çdo aspekt jetës tënde. Mentalitetin tonë, sjelljet e tua, fjalët e tua, çfarë fjalë po fol, në reagimet e tua, pastaj vjen edhe ajo domethënë që ti duhesh monal për ushqimit edhe për pijës. Por këtë arsye që ky hadith tregon se pjesë e pandashme e atij që agjeron është edukata e tij. Përmes agjerimit njerëzit mundin me përsosë edukatën. Pse vllazni? Pse mundin përsosë edukatën më shumë? Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se shejtani lëviz ku? Në gjakun e njerit, me gjakin e njerit. Kur njeriu nuk han edhe nuk pin, gjaku i tij ngadalsohet. Lëvizja e gjakut në trup ngadalsohet. Kur ngadalsohet lëvizja e gjakut në trup, ngadalsohet edhe lëvizja e shejtanit. Edhe automatikisht te ti duhet me qenë mundësia për me lujt shejtani me ty më e vogël. Për këtë arsye keni pa njerëz vetvetiu, prej natyrës vet, kur agjerojnë janë pak diçysh më, shkojnë pak më me lehtësi në tokë, nuk e çojnë kryq shumë përpjet. Janë më të butë janë, domthonë më lehtë hecen. Pse? Se shejtani nuk e ka çat fuqi kur është jashtë agjerimit. E kur vret kjo? Tani kjo vret mas mirë ti kur të provokojnë dikush. Që të vret mas mirë ti pozita jote ka shë agjerimit. Kur ti është në shpe ka mundësi sta prish kërkosh qefin, mashallah knaqesh. Po me po dikush me ta prish qefin që ato tani të vret hala më shumë, sa ka ndikuar agjerimi në edukatën tënde, në sjelljen tënde, në moralin tënd. Pa thot pejgamberi sa nëse të fyn dikush, jo vetëm me ta prish qefin pak, po nëse të fyn dikush, thoj un jam agjerueshëm, un jam agjerueshëm. Ka thonë dietarët, pse ka përdorur pejgamberi sa dy herë un jam agjerueshëm, un jam agjerueshëm. Ka thonë për arsye se për me ja përkujtu atij personi që nëse ai vazhdon me shoh, ti ke me vazhdu me thonë që shprehje, ti s'ki diçka tjetër. Ti s'ki tjetër reagim. Që kjo është tjetër çështje, bravo. Kjo është pika tjetër. A do të më thonë vetveten tonë me të një dhaj, të dyjat. Edhe vetveten tonë me shtin mend që ti je të agjeruar në zbona në moment tek tina, se prishun agjerimin për këta, nuk foli fjalë të këqija se fjalët e këqija do psojnë agjerimin deri në minimum e çojnë. Po të njëjtën kohë dhe i tham atina unë jam agjerueshëm. Por me kuptuaj që agjerimi, shtylla e agjerimit nuk u bë rastësisht shtyllë.
Shtylla që do më thonë shtylla që e mon objektin. E nëse e hakin agjerimit, ti e ke siguru, e ke forcu një shtyllë për me të majt ty. Me të majt ty që shdohet. E tia përsëri që ati personi që me thonë se ti nëse vazhdon me qita arrogancën tonë, me që sjelljen tonë të keqe, une jam agjerueshëm dhe agjerimi jam ma cakton që nuk ka mundësi me ranë pozitën tonë. Kjo është, po tham, ajo që tregon treguesi më i madh, edhe pse ka edhe hadithe tjera, treguesi më i madh për pozitën e agjerimit. Dhe nuk është ajo vetëm qysh mendojmë na monal për ushqimit edhe prej pijes, po shumë më i madh se kaq. Për këtë arsye dhe Allahu thotë që të bëheni të devotshëm. E ai që shon, fol fjalë të këqija, përlahet me njerëz, i nënshmon njerëz, ai nuk ka mundësi me qenë devotshëm. Ai na ka pjesë devotshmërisë, por nuk e ka këtë devotshmërinë që e kërkon Allahu azza wa jalla, devotshmërinë e plotë. Me kaq edhe përfundojmë. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.